prap del ati. Se je di shumë i këtë pjesë. Të nejti këtu, në kokë. Po më keq që ka... Këto dyja... Atë më tuk shumë. Po i ke vërë e ti se ti ndërkohë ke dëgju dhe fjalët e këtyre, nësa unë kam bë pa vedije komplet. Unë kisha hallin se unë nuk folja dot me Jonin, sa doja unë pikrisht me Jonin të flisja. Po s'të le njëri, mo njëri. Po edhe kjo si që dash me dalë pra. Edhe sikur mos dilte kjo. Sepse fundja, ajo pyetjet e veta ja bëri, e kupton? Edhe, digjo, ose Lin, nuk do të linte ty njëri më shumë, po ta thënë sigurt, edhe sikur mos dilte kjo. Do reagon të ai direkt dhe thoshte stop, ik, kaq për duhet, që jo për ta pyesësh dhe oma, ka dalë meme, ta shoh se si ka dalë. Po, bashkë me të se unë jam kaq bullallaqe. Kaq pra ishte, kaq ishte. Sot ishte mesazhi që tha vllai. Tani te mesazhi që dha vllai, ti si sillesh? Kur përballen me gjithë shtëpinë? Miri, një sekond. Unë kur them nuk flisja dot më, ishte për arsye për t'i thënë Onës që ti këtu brenda nuk je me mua. E di që ndoshta mund të duket sikur unë po bëj loj dhe vetëm unë patjetër mund të jem më mirë, por ama situatat këtu brenda janë... Nuk e thoje dot këtë se s'do të lënë, se më çmene. Por nuk ka justifikim. Që më bërë ti... Okej, pra në rregull. Situata ime është njësoj, nuk ka ndryshuar gjë. Po pse s'ka ndryshuar? Ai të ka thonë mesazhe. Është puna ime. Puna ime, ai nuk është këtu brenda me mua. Unë e respektoj, unë fjalën e tij do ta vej në vend në një moment kur fjala e tij është urdhër për mua. Pavarësisht se ai nuk e dha urdhër, ai tha ti je më mirë vetëm, është puna jote ka bërë. Po. Por, ama këtu do vi vetë momenti që këtu do vet fjala e tij në vend. Unë nuk heci këtu me laps me letër. Unë nuk ri me mirën për me gjujt filane, nuk ri me filane për me gjujt festekun. Mirë, iku kjo. Këtë di shumë mirë. Po atë që dojë me ta thonë, ta thash. Po pra, vje shumë kishe pas ke kapë shumë. Edhe ti, unë, ndryshe nga ti, që jam kështu, që i kap narë, kjo situata pas ka shpëtu ti, s'ma bëjë do një shenjë? Si isha në bëshgim gjithë kohës? Mirë pytja. S'kam asi pytje, nuk mund të bëjë do të... Edhe të ja futë këtë, unë të ktheva dhe thash, a e pesa i bukur është, ty të ktheva. Po, pash. Lere të ashim, se unë nuk kam nevoj për justifikim se më shmene, unë e di shumë mirë, pse ka unë justifikam se më bërë mundi keq kur fletë kështu. Jo, pse? Se unë t'ishte pra me mbajtë qëndrim, unë nuk, kur pash të vlerën bosh, nuk vija me të kërku ty në përshpi. Po të them dhe njerë, mos e justifikoj më shumë, se ke drejtën e Zotit me justifiku, se atë filloj unë, se e shpikoj më mirë. Është emocion, po tash, është emocioni, është malli, është presioni. Qa me e pytë më përpara. E di pra. Më intereson në koncerti si ishte i pari jashtë, a kishte shumë njerëz, kupton ti qa pytja? Se do thosh e i s'kishte. Po qa lidhje ka, po pytjet e mia, sa pa sens. Sepse unë nga dera aty, deri te dera aty, kam qajt. Edhe të ajo deri aty kam thënë se Lin ti s'do qash më, sepse nuk do ta emocionosh Onën, ti do ta shijosh të takimin siç është për të shiju. Dhe kur jam fut aty, jam fut... Urda, ka mundësi ta pushosh ta Po, jam fut